Dogana e Maqedonisë së Veriut vetëm për 6 muaj ka grumbulluar 1 miliard euro të hyra, ndërsa në muajin shkurt ka pasur 312.15 milion euro të ardhura, ose 9 milion euro më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Për këtë doganën e përgëzoi edhe ambasadorja amerikane në vend Angela Geller, e cila tha se SBA-t janë partner të RMV-s dhe do të jenë mbështetësi më i fuqishëm i politikave që i zbaton drejtoria e doganave. Kjo porosi u dha pas vizitës së ambasadores amerikane drejtoreshës së zyrës për luftën ndërkombëtare kundër narkotikëve dhe zbatimit të ligjit Virginia Elliott dhe zëvendës shefit të zyrës për bashkëpunim ushtarak bilateral Daniel Silver në drejtorinë e doganave. Prezenca ime këtu është që të ju falenderoj dhe të ju uroj për rezultatet në 8 muajt e fundit, të cilat janë të mahniqme. Një falenderim zyrtarëve të doganave, të cilat janë në kufi dhe i mbrojnë qytetarët. Hapa që po i ndërmerrni janë shumë të rëndësishëm për ne, por edhe më shumë për qytetarët tuaj dhe sigurinë e shtetit. Njëkohësisht, të ardhura më shumë do të thotë më shumë para për qytetarët tuaj. Ne jemi partnerët tuaj, miqtë tuaj dhe do të jemi këtu për ju. Edhe drejtoria e doganave ka falenderuar qeverinë e SBA-s për, siç kanë thënë, mbështetjen e vazhdueshme në përforcimin e kapaciteteve të kësaj drejtorie. Vetëm në gjysmën e dytë të vitit 2024 janë paguar 1 miliard euro, ose rreth 65 milion euro më shumë nga periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Në muajin janar janë mbledhur 148.5 milion euro të ardhura, ose 5.2 milion euro më shumë se janari i vitit të kaluar. Kurse në shkurt janë grumbulluar 312 milion euro, ose 9 milion euro më shumë se sa vitin e kaluar. Përsa i përket konfiskimeve të bëra në të gjithë vitin 2024, siç njoftojnë nga dogana, janë regjistruar gjithsej 410 raste, 305 raste të konfiskimeve janë të regjistruara në gjysmën e dytë të vitit.